بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, më të vërtet falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë Allahut Azza wa Jall na ruaj nga e keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Atë që Allahu Azza wa Jall udhëzon nuk ka kush e humb atë, dhe ai i cili zgjedh për veten e tij devijimin nuk ka kush e udhëzon atë përveç se Allahu Azza wa Jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Envim. Mësimi i sotshëm me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do të jetë bab sadaqatul fitri. Pra, në dy mësimet e kaluara ne arritëm që të mbyllim kapitullin e zakatit. Dhe me mësimin e sotshëm me këta dy hadithe që përmban kjo temë, e cila është sadakati fitri, i cili jepet mbasi njeriu përfundon agjërimin e muajit të Ramazanit. Shekhu Abdullah al-Bassam, Allahu e mëshiroft, me më të e fust Allahu Azza wa Jall xhennet me njerëzit e tij më të mirë, për këtë temë ka bërë një shpjegim i cili e lexojmë atë si më poshtë. Sadakaja e fitrit, pra zakati i fitrit, është quajtur e fitrit duke lidhur shkakun me pasojën. Dhe me thënë lidhet me përfundimin e agjërimit. Dietarët kanë rënë në ixhma, pra në unanimitet, një zëri për detyrueshmërinë e saj. Pra ajo është detyrë që të nxjerrët. Allahu i lartësuar e ka ligjëruar për urtësi madhështore dhe dobi të shumta. Prej tyre është se ajo është pastrim për agjëruesin. Pra ai i cili nxjerr sadakatul fitr në ditën e fundit të saj ose në fundin e muajit të Ramazanit, ajo bëhet si pastrim për ato gjëra mangësira që ndodhin në agjërimin e besimtarit dhe besimtares. Gjithashtu, ajo nxjerrja e saj është falënderim ndaj Allahut të lartësuar që i mundsoi përmbushjen e agjërimit të muajit të Ramazanit. Pra, ka edhe këtë dobi e cila është dobi madhështore, si falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall që Zoti i Madh ja mundsoi njeriu të tij që ta kryej këtë muaj të madhëshëm, sepse sa dobi të mëdha përmban ai muaj. Po ashtu, dobi vijuese është se bëhet si falënderim që i dha mundësinë të arrijë një vit tjetër dhe që mirësitë e tij vazhdojnë mbi të. Ndër të cilat më e madhja është mirësia e Islamit dhe e besimit. Pra, gjithashtu, një dobi kaq madhështore është se kjo është si falënderim për Allahun Azza wa Jall që ja bëri të mundur këtij njeriu, çdo besimtari dhe besimtarje, që ta arrijë këtë muaj të madhëshëm, këtë vit i cili pra përfshiu muajin e Ramazanit. Sepse në të pra janë mirësitë e Allahut Azza wa Jall dhe më e madhja mirësi është mirësia e Islamit dhe e besimit. Se s'ka dyshim ai i cili jeton dhe është në jetë, është më i dobishëm se sa ai njeri i cili pra ndron jetë dhe shkon tek Allahu Azza wa Jall, sepse personi i cili është në këtë jetë vazhdon që të jetë në adhurimin e Allahut Azza wa Jall. Pika tjetër që ka përcjellur shehu Allahu mëshiroft është se ajo përfaqëson solidaritet, afrimitet mes të varfërve dhe të pasurve. Kur të pasurit japin diçka nga pasuria e tyre, të varfërit gëzohen në atë ditë me një pjesë prej pasurie dhe nuk kanë nevojë të kërkojnë furnizim duke u ruajtur nga poshtrimi i lypjes, kur kjo është një ditë kur njerëzit dëshirojnë të shfaqin mirëqenie dhe të marrin pjesë në gëzimet e lejuara. Pra,
Sadaka e fitrit bëhet shkak që kur u jepet personit në nevojë, e bën atë të lumtur dhe e bën atë sikurse i pasuri. Dhe nuk e çon këtë njeri i cili s'ka mundësi që ta festojë me pasurinë e tij, që të shkojë dhe të lypë dhe ta uli veten e tij, t'i kërkojë njerëzve. Sepse dhe ai dëshiron që të shfaqi si të gjithë vëllezërit e tij përreth dhe motrat e tij rreth tij, mirëqenien dhe të jetë i lumtur dhe i gëzuar sikurse janë ata të cilët kanë prej pasurisë. Pra ti bëhesh shkak me këtë dhuratë që ti ta lumturosh tjetrin dhe të jetë i barabartë sikurse njerëzit e tjerë të gëzojnë atë ditë dhe të shfaq lumturi. Pra dobi të cilat pak njerëz i mendojnë kështu siç po i dëgjojmë nga Sheh Abdullah Al-Bassam. Gjithashtu dobi tjetër të cilën e ka përmendur shehu është se nëpërmjet kësaj Allahu Azza wa Jall tregon butësinë me njerëzit e tij. Ai është i urti, ai është i gjithdijshmi. Pra, Allahu Azza wa Jall ka urtësi në çdo gjë. Allahu Azza wa Jall bëhet shkak që nëpërmjet kësaj sadakaje të zbutet zemra jote dhe të jesh i përulur ndaj Allahut Azza wa Jall dhe të jesh ndihmues, dhe të jesh ndihmues në nevojën që kanë njerëzit. Për këtë temë, shehu Abdul Ghani Al-Maqdisi, imami, Allahu e mëshiroft, ka përcjellur hadithin me numër 172 dhe 173. Hadithi me numër 172 është si më poshtë. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ساعا من تمر أو ساعا من شعير قال فعدك الناس به نصف ساع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Pra Allah qoftë i kënaqur për të dy dhe për Umerin dhe për djalin e tij Abdullahin. Se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e bëri detyrë nxjerrjen e sadakas së fitrit ose tha sadakan e Ramazanit për çdo mashkull dhe për çdo femër, për çdo njeri që është i lirë dhe për çdo njeri që është i robëruar. Ajo kota e saj është 1 sa hurma ose 1 sa prej elbi, pra siç e kemi thënë më përpara që është afërsisht 2.5 deri në 3 kg prej këtyre. Ose tha prej dërguari Allahut, njerëzit më pas e barazuan atë me gjysmën e 1 sa'i gruri për të voglin dhe të madhin. Në dhe një transmetim tjetër të jepet kjo sadaka para se njerëzit të dalin për në namaz. Dhe hadithi vijues është hadithi me numër 173 sepse dobit e të dy haditheve janë të njëjta sikurse i ka përmendur Sheikh Abdullah Al-Bassam. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من الطعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من أقط أو ساعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Pra, transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, i cili tha: ne e jepnim sadakatin e fitrit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 1 sa për ushqimit,
ose një sa për hurmave, ose një sa për elbit, ose një sa akit, pra është produkt i qumshit të tharë, ose një sa për rushit të thatë. Kur erdhi Muawija dhe erdhi gruri i bardh, i cili erdhi nga pjesa e Siris, a i tha, mendoj se një mud nga ky është i barabartë me 2 mud nga të tjerat, pra nga Elbi dhe nga ata që u përmendën më lart. Ebu Said al-Khudri tha, sa për mua do të vazhdoj të nxjerr ashtu siç e nxjerrje në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, Ebu Saidi, i cili dhe transmeton hadithin, i jep me kuptuar se tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të ndryshohet vetëm se me diçka e cila pra është vepër e pejgamberit ose aprovimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në ky hadith, Shehu Abdullah al-Bassam shpjegon fjalën të cilat janë të panjohura për ne, e cila siç është fjala aqit. Ky është një produkt i përgatitur nga qumshti i përpunuar, i rrahur, i cili zihet derisa t'i avulloj uji. Pastaj thahet, më i miri është ai i cili bëhet nga qumshti i delës, kurse samra është gruri i bardh. Kuptimi i përgjithshëm i këtyre haditheve është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri detyrë sadakan e fitrit për të gjithë muslimanët që kanë më shumë se nevojat e tyre ushqimore për atë ditë, të mëdhej dhe të vegjël, meshkuj dhe femra, të lirë dhe robër, që të nxjerrin një sa prej hurmave ose një sa prej elbit. Kur në Medinë u soll gruri i bardh në kohën e Muawijes, ai erdhi në Medinë si haxhi dhe tha, mendoj se një mud nga gruri është i barabartë me 2 mud pra nga grushti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e krahason atë me ushqimet e tjera që u përmendën më lart. Për shkak të cilësisë dhe dobësisë së tij, ndërsa Abu Said al-Khudri, transmetuesi i hadithit radiallahu anhu, thoshte, ne jepnim në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sa për ushqimit, dhe ushqimi sipas tyre ishte gruri, po ashtu një sa për akit që tham që është ai qumshi i thatë. Gjithashtu rushi i thatë, dhe unë do të vazhdoj të jap një sa nga gruri apo nga të tjerat, ashtu si që jepja në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë përparësi pasimit të traditës pejgamberike. Sikurse e thamë lart, se sahabët radiallahu anhum ishin djegësit më të rrept ndaj traditës pejgamberike, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Që me këtë të arrihet qëllimi i pasurimit të nevojtarit. Pra njeriu mos të shikojë të nxjerr sa më pak, por të nxjerr diçka më shumë që të arrijë ta gëzojë njeriu i cili ka nevojë. Pra, përmes kësaj sadakaje është e urdhëruar është që ajo të jepet të varfrit para se njerëzit të dalin për në namaz. Sepse nëse ti e jep atë më vonë, siç do vi më lart, është një diçka e cila nuk e ka vlerën, por se është një sadaka për sadakave që njeriu bën gjatë muajve, gjatë vitit. Çfarë përfitohet nga hadithet? E para që është detyrë nxjerrja e zakatit të fitrit, për të cilin ekziston, pra argument për këtë është ixhmai i gjithë ulemave, i gjithë muslimanëve, bazuar në fjalën që thotë i dërguari i Allahut e bëri detyrë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri detyrë nxjerrjen e saj. Kështu që gjykimi i saj është detyrë. E dyta, ai duhet të jepet për çdo musliman, qoftë i vogël, qoftë i madh, qoftë gjinie maskullore apo femrore.
të jetë i lirë apo i robëruar. E treta dobi që përfitohet nga hadithi është se nuk është detyrim për atë fëmijë i cili është në barkun e nënës. Por shumë dietarë kanë konsideruar të pëlqyeshme mustahab dhënien e zakatit dhe për atë. Është transmetuar nga sahabët se e pëlqenin nxjerrjen e tij për fetusin, gjithashtu Uthman ibn Affan e nxirrte atë për çdo fetus i cili jetonte në barkun e nënës. E katërta, kuptimi i jashtëm i hadithit tregon kufizimin e dhënjes në llojet e përmendura. Mendimi i njohur në mëdhëbin e Imam Ahmedit është se nuk lejohet dhënja nga llojet e tjera nëse këto ekzistojnë. Ndërsa Ibn Taymija, Allahu qoftë i kënaqur, Allahu e mëshiroft atë dhe të gjithë ulemat, ka zgjedhur mendimin se lejohet dhënja nga ushqimi bazë i vendit, edhe nëse ekziston llojet e përmendura. Ky është gjithashtu një transmetim nga Imam Ahmedi dhe është mendimi i shumicës së dietarëve. Pra nëse na drejtohet një pyetje se çfarë ushqimi nxjerrin për sadaka fitr, atëherë përgjigje për këtë është sikurse është përgjigjur Ibn Taymija, siç është përgjigjur Imam Ahmedi dhe shumica e dietarëve, se njeriu nxjerr nga ushqimi bazë i popullit ku jeton. Pra ushqimi bazë i popullit ku jeton, edhe pse mund të gjej prej rushit thatë, apo prej hurmave, apo prej elbit. Pra ushqimi bazë i një populli, për popullin ton, sikurse e kemi thënë sa herë që jemi pyetur për këtë pyetje, është mielli, është makarona, është fasulja, është orizi. Besoj se këto janë 4 ushqimet bazë për të nxjerrur sadakatën fitrin për shtetin ton, për popullin ton. Më i miri nga këto lloje dhe të tjera ushqimesh është ai që është më i dobishëm për përfituesin, sepse me të arrihet qëllimi i pasurimit në atë ditë. Pra pika vijuese është se çfarë ushqimi zgjedh? A të zgjedhësh ushqimin më të lirë apo të zgjedhësh ushqimin më të mirë? Kjo pra është për qëllim që njeriu që ka mundësi zgjedh ushqimin më cilësor dhe më të mirë dhe më të shtrenjtë për ta gëzuar personin i cili s'ka mundësi që ta marrë vetë. Pika vijuese që përfitohet nga hadithi është, sipas kuptimit të hadithit të Ebu Said al-Khudriut, detyrimi është një sa. Pra, siç e kemi thënë, një grush për grushit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë nga gruri apo nga të tjerat. Ky është mendimi i Malik ibn Anesit, gjithashtu Imam Shafiu, gjithashtu i Ahmed ibn Hanbal dhe shumicës së dietarëve. Përveç se Imam Ebu Hanifës ka mendimin se nga ngruri mjafton një gjysmë sa, pra më pak 1,5 kg nga gruri. Ibnul Qayyim, Allahu e mëshiroft, në librin e tij El-Hadi, anon drejt forcimit të argumenteve të këtij mendimi. Pra për këtë mendim e ka të zgjedhur dhe Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft. Ai ka thënë se kjo është analogjia kiasi i mendimit të Imam Ahmedit në çështjet e shlyrjes së kefarateve. Pra unë them se mendimi i parë është më i saktë, më i kujdesshëm për të ndjekur. Pra, ne e dim se një person i cili betohet për diçka dhe nxiton tek ajo, atëherë njeriu duhet që çfarë të agjëroj 3 ditë, ose të nxjerrë atë ushqim për 10 veta, ose të vesh me veshje 10 veta. Dhe ulemat tu thanë që gjysma e sadakatul fitr nxirret për atë person i cili bën betohet në Allahun Azza wa Jall dhe e thyn atë betim të cilin pra e bën njeriu. Në këtë rast, shlyrja e saj
është pra duke ushqyer 10 të varfër dhe kuota e nxjerrjes është 1.5 kg, sikurse e lexuam dhe më lart. Më e mira është që ajo të jepet në agimin e ditës së Bajramit. Pra pyetje, kur është koha që nxirret Sadakatul Fitr? Ajo koha më e mirë dhe më e vlefshme është pra mbasi agon dhe para se të falet namazi i Bajramit. Ky është mendimi i të 4 imamëve të mëdhëpëve. Nëse jepet pas namazit, sipas Ahmedit, Imam Ahmedit, kjo është e papëlqyeshme, makruh dhe nuk bën dhe nuk pranohet, por se ajo është një sadaka prej sadakas së thjeshtë. Po ashtu edhe sipas shumicës së imamëve të fesë tonë, si Ibn Hazmi e të tjerë. Gjithashtu thotë Ibn Hazmi, mban një qëndrim se volimi i saj pas namazit të Bajramit është i ndaluar, bazuar në atë që transmetohet në Sahihun e Buhariut me numër 1509, hadithi i Ibn Umerit radhiyallahu anhuma, ku thotë dhe ai urdhëroi që të jepet para se njerëzit të dalin për në namazin e Bajramit. Pra kjo është hadith dhe është argument i qartë se koha më e mirë është kjo, po gjithashtu është edhe kufiri i nxjerrjes së Sadakatul Fitr. Po ashtu dhe në transmetimin e Imam Abu Daudit pra në librin e tij dhe ashtu tek Ibn Majah me numra të 1609 dhe 1827 thot, kush e jep para namazit, ajo është zakat i pranuar, ndërsa kush e jep pas namazit, ajo është thjesht një sadaka nga sadakat e thjeshta. E vërteta është se Abu Muhammad ibn Hazm është më i saktë në përputhje me argumentin dhe në mbështetjen e tij. Pra që njeriu duhet ta nxjerrë atë para se të hyjë namazi, para se të falet namazi. Dhe nëse njeriu e vonon atë derisa falet namazi, atëherë ajo nuk pranohet si sadakat al-fitr. Pika e fundit, pika vijuse që ka përmendur Sheikh Abdullah Al-Bassam, Allahu mëshiroft, është se a lejohet dhënia e saj para natës së Bajramit, pra që është nata, dita e fundit e agjerimit dhe para se të hyjë pra dita ku falim Bajramin. Abu Hanifa ka mendimin se lejohet dhënia e saj 1 ose 2 vite më herët. Pra Imam Abu Hanifa ka mendimin se mund ta japësh dhe 1 vit më përpara dhe 2 vite më përpara. Gjithashtu kjo është një analogji dhe një kias me zakatin e pasurisë, sikurse e morëm në hadithin në temën e kaluar që i dërguari Allahut ja kishte nxjerrur xhaxhait i tij 1 vit më përpara zakatin e pasurisë së tij. Por se kjo është një krahasim i cili nuk është i saktë. Pra, nuk është e saktë. Imam Shafiu mendon se lejohet dhënia e saj që nga fillimi i Ramazanit. Pra, e nxjerr sadakatin e fitrit që nga fillimi i Ramazanit. Dhe ky mendim ta dini vëllezërit e mi dhe motrat e mia, prandaj po e përmend sepse është mendim jo i saktë. Imam Malik ibn Anas ban qëndrimin se nuk lejohet për shpejtimi i saj në asnjë mënyrë, duke e krahasuar me faljen e namazit. Pra namazi nuk falet para se të hyjë koha e tij. Pra Imam Malik thot se nuk lejohet që ta nxjerrim sadakatul fitr pa mbaruar agjerimi i muajit Ramazan. Ndërsa Hanbelit, që është mëdhëbi Imam Ahmedit, lejojnë për shpejtimin e tij 1 ose 2 ditë para Bajramit. E kjo bazuar në atë që transmeton Imam Buhariu me numër 1511 në hadithin e saktë se thot i dërguari Allahut, ata sahabët, pra transmeton se sahabiu, ato sahabët e jepnin sadakatin e fitrit 1 ose 2 ditë para fitrit të Bajramit.
Kjo sepse qëllimi i pasurimit të nevojtarit në atë ditë realizohet vetëm nëse ajo jepet atij 1 ose 2 ditë më herët, që ai ta përgatisë për ditën e Bajramit. Gjithashtu, nëse vonohet deri pranë kohës së namazit, ekziston frika që dhënësi të mos e gjejë atë që e meriton dhe kështu të humbas koha e kërkuar për dhënien e saj. Për këto arsye të sakta, dietari ynë Abdurrahman ibn Saadi, Allahu mëshiroft, personi i cili ka dhe librin e tefsirit, e konsideron të pëlqyeshme dhënien e saj 1 ose 2 ditë më herët, pra pa mbaruar agjerimi i muajit të Ramazanit. Këto janë pra dobi të cilat i ka përcjellur Shehu Abdullah al-Bassam, Allah më shoh për këtë hadithe, dhe këtu përmbyllet dhe libri i zakatit, dhe është një arritje nga ana juaj që e përcjellni këtë libër, sepse në fund të çdo teme ju zbukuroheni me hadithe dhe me argumenta për çdo temë nga temat që ka përzgjedhur Sheikh Abdul Ghani, Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Dhe gjithashtu ju po përcjellni pra një libër madhështor, i cili pra një temë madhështore, e cila është zakati, një prej shtyllave të Islamit. Dhe me këtë mësim të sotshëm ne e mbyllim të temë dhe ju rikujtoj se do ishte shumë e nevojshme që të ridëgjoni këto mësime, që t'i keni të qarta dhe të jeni të kujdesshëm për pasuritë e juaja, që të nxirrni atë që e keni detyrë ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe kush e nxjerr atë çka është detyrë, Allahu ja shumëfishon më shumë dhe ai jep të mirat aty ku ai nuk i pret. Dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në mësimin e ardhshëm do hyjmë në librin e agjerimit. Allahu ja shpëblef më të mira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi